Përveç indeksimit, do të ketë rritje për vjetërsinë në punë, e cila për gradat më të ulta përkthehet në një rritje mesatare me 5.000 lekë të reja në muaj. E thënë ndryshe, për një punonjës me vjetërsi mesatare 15 vjet, sipas gradave, pagat rriten si më poshtë. Për inspektorët e thjesht, nga 80.500 lekë të reja në 84.500 lekë të reja, plus shtesa për kushtet e punës dhe ushqimit, që e çon pagën mesatarisht në 100.000 lekë të reja. Për nënkomisarët, paga do të rritet nga 95.500 në 101.000 lekë të reja, e cila me shtesën për kushtet e punës dhe po ashtu për ushqimin shkon në 116.000 lekë të reja. Për komisarët nga 105.000 në 110.600 dhe me shtesën për kushtet e punës plus për ushqimin shkon në 125.600 lekë të reja. Dhe për drejtuesit e thjesht, nga 130.500 paga do të shkojnë 141.450 lekë të reja, që me shtesën dhe me ushqimin bëhet mesatarisht 156.450 lekë të reja. Janë të gjitha lajme të mira për të gjitha këto kategori.